Në dritat e skenës nata e pare, Supreme International Festival 2025 u zhvillua mbrëmjen e së premtes në qytetin e Vlorës, duke sjellë një atmosferë magjike dhe ndërkombëtare, ndërsa mblodhi bashk talente të rinj nga i gjithë bota. Plot 40 konkurrent nga vende të ndryshme performuan në skenë duke dhuruar emocione të paharruara për publikun dhe jurinë profesionale. Pavarësisht moshës së re, të gjithë pjesëmarrësit sollën materiale muzikore të përgatitura me përkushtim, talent dhe dashuri të thellë për artin. Në jurinë e festivalit, 12 ekspertë të njohur në fushën e muzikës, produksionit artistik dhe drejtimit të festivaleve ndërkombëtare, të cilët përfaqësuan vende si Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Kanada, Hungari, Turqi, Rumani dhe Itali. Vlerësimi i tyre u bë me objektivitet dhe profesionalizëm të plotë. Graduated at the Academy of Fine Arts in Tirana, she has built a solid career at Sot më 24 maj festivali vijon me natën e dytë dhe finale, ku do të interpretohen live disa nga hitet më të njohura ndërkombëtare. Mbrëmja do të kulmojë me ceremoninë e ndarjes së çmimeve, që do të mbahet në orën 19 duke sjellë surpriza dhe emocionet e shpalljes së fituesve të këtij edicioni. Supreme International Festival 2025 është më shumë se një konkurs, një platformë që promovon artin, bashkëpunimin ndërkombëtar dhe vlerat universale të muzikës. Vlora edhe këtë herë dëshmoi se është një mikpritëse e denjë për ngjarje kulturore me përmasa globale.